E thon mjekët, jap se duhet të hani sa më shumë qershi. Qershia përmban disa përbërës vital që trupi ynë ka nevojë. Janë të pasura me vitaminën A, C, E dhe acid acetik. Ajo është gjithashtu e pasur edhe me minerale të tilla si kaliumi, magnezi, hekuri dhe gjithashtu fibrat. Këtu ne do të rendisim disa prej vlerave më kurative të qershive. Qershit zvogëlojnë rrezikun nga infarkti i zemrës. Qershia pengon oksidimin e kolesterolit të dëmshëm, i cili dëmton enët tuaja të gjakut. Për të patur një zemër të shëndosh, hani sa më shumë qershi, duke ndikuar në zvogëlimin e arteriosklerozës. Qershia ju siguron që të keni enë të shëndetshme të gjakut dhe mbrojnë nga goditja në tru. Për shikim të mirë, hani qershi, me që ato kanë një ndikim pozitiv në shëndetin e syve, përmbajnë kumarin dhe zvogëlojnë njëkohësisht prirjen e gjakut që të trashet duke zvogëluar kështu rrezikun nga tromboza. Për shkak të përqindjes së lartë të kaliumit, nxisin nxjerrjen e lëngjeve dhe njëkohësisht ndikojnë në uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Ndërkohë nga ana tjetër qershitë zvogëlojnë dhe proceset inflamatore në organizëm.